Ky është At The Movies, të dashur dëgjues të Top Albania Radios. Ju përshëndes kudo që ndodheni dhe që po na dëgjoni në këto momente, në makinë, në shtëpi, në punë apo kudo tjetër në këtë ditë të premte, 26 nëntor 2021. Jemi në prag të festave të nëntorit në fakt, dhe sigurisht atmosfera ka filluar të ndihet, po aq sa ka filluar të ndihet edhe atmosfera e festave të fundvitit. Sot jeni me mua Edin në mikrofon, Artën nuk e kemi, por vetëm për sot, ama nuk jam vetëm, sepse është DJ-imi preferuar, Wizi, që do të na shoqërojë deri në orën 15. Përshëndetje Wiz. Po të them ashtu siç thret Kolo Cukali sot nuk është e hënë, DJ Wiz, kaq e ka. Mirë, sot do të flasim për 3 premiera, për 3 filma të rinj që vinë në Cineplex. Janë me të vërtet filma shumë interesant, tek njëri prej të cilëve do të ndalemi vërtet më gjatë, sepse është një histori shumë interesante, histori e vërtet, gati e pabesueshme, por që do ta zbulojmë minutat në vijim të programit se për çfarë bëhet fjalë. Njëkohësisht do të hedhim dritë mbi ngjarjen e vërtetë dhe më pas kur të shikoni filmin, se jo do të bëni një ballafaqim të 2 versioneve. Filmi i parë, të cilin do të prezantojmë sot, që vjen edhe si premierë në Cineplex, është edhe filmi për të cilin do të flasim edhe në pjesën e dytë të programit më gjatë. Është pikërisht filmi i shumë përfolur House of Gucci. E kishe dëgjuar Wiz më përpara se do vinte kjo premierë apo jo? E kishe dëgjuar, po padyshim që e kishe dëgjuar, sepse vetëm kur flasim për kastin e aktorëve që luajnë në këtë film, mund ta imagjinojmë se sa i madh edhe sa i bukur mund të jetë ky film. Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Selma Hayek, Al Pacino, Tom Ford janë vetëm disa nga aktorët që do të luajnë pikërisht tek House of Gucci. Filmi portretizon jetën e njërit prej trashëgimtarëve të markës Gucci, Maurizio Gucci, dhe bashkëshortes së tij Patricia Reggiani. Adam Driver luan rolin e Gucci dhe Lady Gaga si ish gruaja e tij Patricia Reggiani, e cila u dënua për organizimin e vrasjes së bashkëshortit të saj. Pak a shumë të gjithë e dim historinë se si ishte fundi i Maurizio Guccit. Ai u vra në një atentat derisa po shkonte në punën e tij në vitin 1995. Dhe për 2 vite, ngjarja mbeti një mister i vërtet se kush ishte autori i vrasjes, por vetëm pas 2 viteve u mësua se ish bashkëshortja e tij Patricia Reggiani kishte punësuar 2 vrasës me pagesë për ta hequr qafe, le ta themi në këtë mënyrë. Cilat ishin arsyet? Arsyet ishin xhelozia, ndoshta etja për para dhe për pushtet. Ajo njihej si një zonjë e cila i kishte fiksim parat, njihej si Lady Gucci, jetonte mes luksit sigurisht, dhe madje DJ Wiz ka shpikur edhe shprehjen e famshme: më mirë të qash në një Rolls Royce se sa të qeshësh në një biçikletë. Je dakord ti me këtë shprehje? Ti do qaje në një Rolls Royce apo do qeshje në biçikletë me të dashurën tënde, po themi? Okej, jeni kurios ta dini çfarë tha Wizi? Tha unë do qeshja në Rolls Royce me të dashurën. Po mirë tani, Zoti nuk t'i jep të gjitha ndonjëherë dhe kaq shumë për të qeshur në një Rolls Royce. Strong family makes a strong business. Gucci needs new blood. It's time to take out the trash. They're my family. So am I, sweetie. My father is stuck in the past. She's after your money. Don't trust anybody. Gucci is what I say it is. Family business means family problems. Why? Can you keep a secret? Father, son, and house of Gucci. Ky film ka qenë edhe një ndër më të përfolurit e momentit për shkak se Lady Gaga duket se është përshtatur jashtëzakonisht shumë në rolin e Patricia Reggianit, edhe pse ka pasur, le të themi, një konflikt midis të dyave, pasi Patricia u shpreh së fundmi se Lady Gaga as nuk i kishte marrë një opinion apo mendim mbi portretizimin e saj në filmin House of Gucci. Dhe në fakt Lady Gaga u shpreh se nuk e patë nevojshme që ta takonte atë, po themi, për të futur më mirë në rol. Megjithatë, shprehu solidarizimin dhe mbështetjen me Patricia Reggianin dhe tha se mbështet shumë sidomos vajzat e saj, duke qenë se mbase ato kanë qenë të parat që e kanë vuajtur humbjen e babait të tyre, por edhe mungesën e nënës së tyre, pasi ajo shpenzoi plot 18 vite në burg. Besoj që nga viti 1998, kur ajo u arrestua për orkestrimin, po themi, të vrasjes së bashkëshortit të saj, dhe më pas doli në vitin 2016. Ka dhe një histori shumë interesante. Në fakt, ajo do dilte më herët nëse do të bënte punë publike, por u shpreh se deri në atë moment nuk kishte bërë asnjëherë punë në jetën e saj dhe nuk kishte pse të bënte, pikërisht pak vite më vonë.
Prandaj zgjodhi të rrinte edhe disa vite të tjera në burg për të dalë përfundimisht në vitin 2016. Do të flasim në pjesën e dytë të programit më gjatë për House of Gucci për vrasjen e Mauricio Gucci. Në fakt, si ka qenë historia e vërtetë, sepse shumë nuk e dinë se si ka ndodhur. Në fakt, kishte disa teori konspirative fillimisht, por më vonë u zbulua e vërteta. Megjithatë, historinë e vërtetë do ta zbulojmë në pjesën e dytë të programit edhe me një ekspert të çështjeve ligjore. Mirë, veç House of Gucci tham që do kishim edhe dy premiera që vinë në Cineplex. Ikim menjëherë me Ghostbusters Afterlife. Është në fakt seria e katërt, po themi, e filmave të Ghostbusters që vjen po në regjinë e Jason Reitman. Shkojmë menjëherë tek traileri Wiz për të thënë edhe dy detaje të tjera mbi filmin. Are you troubled by strange noises in the middle of the night? Do you experience feelings of dread in your basement or attic? Have you or any of your family ever seen a spook, specter, or ghost? Raise a call. I'm calling about what happened in New York. Ghostbusters Afterlife. Exclusively in theaters. Filmat Ghostbusters zakonisht përqendrohen në një grup shkencëtarësh të çuditshëm të qytetit të New Yorkut që hetojnë dhe kapin fantazmat që më pas i lënë për të jetuar. Në fakt, kur ky film u shfaq për herë të parë, prodhoi shumë gjëra interesante, si revista, materiale të ndryshme, libra komik, video lojra, seri televizive e shumë gjëra të tjera. Po themi u kthye në një kult Ghostbusters. Edhe pikërisht është viti 2021 që sjell po themi serinë e katërt të quajtur Afterlife, që flet për një nënë beqare dhe dy fëmijët e saj, të cilët shpërngulen në një qytet të ri dhe ata shpejt zbulojnë se kanë lidhje me Ghostbusters dhe trashëgimin sekrete që la pas gjyshi i tyre. Për të gjithë ju që keni parë luan aktori Finn Wolfhard, një aktor i ri në fakt që ka luajtur tek Stranger Things, është një ndër personazhet kryesore të Ghostbusters, edhe është një arsye më tepër për ta parë këtë film për të gjithë ju fansa të Stranger Things. Lëm pas Ghostbusters për të kaluar tani te një film i animuar shumë interesant. Encanto titullohet dhe që nga emri duket se është një prodhim spanjoll-meksikan, muzikal komedi shumë i bukur që ju ftoj të ndjekim tani trailerin për të zbuluar më pas historinë shumë të bukur të këtij filmi. A lot of people want to know about my family. We have a magical house. Casita, help me out. Drawers. Floors. And magical gifts. I understand you, but what's your gift? Mirabel didn't get one. The house is in danger. I'm losing my gift. The fate of the family is gonna come down to you. Let me help you. The rats told me everything. Don't eat those. Disney's Encanto, rated PG only in theaters Thanksgiving. Madrigalët janë një familje jashtëzakonshme që jetojnë të fshehur në malet e Kolumbisë në një vend magjepsës të quajtur Encanto. Magjia e Encantos ka bekuar çdo fëmijë në familje me një dhuratë unike. Çdo fëmijë përveç një të tillë që është Mirabel. Megjithatë ajo së shpejti mund të jetë shpresa e fundit e madrigalëve kur zbulon se magjia që rrethon Encanto është tani në rrezik dhe duket se shpëtimtarja e vetme mund të jetë Mirabel. Është një prodhim i Disney. Dhe dua të them se ashtu si çdo prodhim tjetër i Disney ka një kualitet fantastik edhe duket se ngjan shumë edhe me prodhimet e mëparshme të Disney, pavarësisht se është një prodhim spanjoll. Po themi për të gjithë ne shqiptarët, gjuha spanjolle nuk është edhe aq e panjohur për shkak se vite më parë kemi parë pafund telenovela spanjolle dhe na është bërë si ajo italishtja që kemi mësuar dikur nëpërmjet ekranit. Kështu që këto të treja janë premierat e reja që vinë në Cineplex: House of Gucci, Ghostbusters dhe Encanto. Pas pak do të rikthehemi për të folur për historinë e vërtetë të Mauricio Gucci-t, të vrasjes së famshme të viteve 90 dhe detajet të tjera që mbase nuk i keni dëgjuar ndonjëherë.